Drejtori i shërbimeve publike në komunën e Prizrenit, Islam Okimeri, ka bërteditur se po punohet për zgjerimin e ndriçimit publik në lagje dhe fshatrat e komunës së Prizrenit, bëri të ditur për televizionin Besa. Ai tha se aktualisht po zbatohet një kontratë që mbulon pjesën më të madhe të qytetit dhe disa fshatra. Sa i përket ndriçimit publik në lagjet Ortakall dhe lagjet e tjera, ne jemi duke punuar ku kemi një kontratë kornizë që mbulon pjesën më të madhe edhe në lagjet e qytetit, por edhe në përfshatra, dhe besoj se shumë shpejt edhe në ato pjesë ku nuk ka ndriçim me kontratën që kemi, do të furnizohen të gjitha qytetarët që të kenë ndriçim si në lagjet e tjera, tha Okimeri, kurse ai ka folur edhe për disa projekte të tjera. Neve që e kemi një kontratë aktuale të ndriçimit publik në komunën e Prizrenit dhe fshatrat përreth, fshatrat e komunës Prizrenit, ne kontratën që e kemi nuk e ka përmbush gjithë kapacitetin dhe nevojat që janë të qytetarëve. Ne jemi në prag të nënshkrimit një kontratës të re të mirëmbajtjes së ndriçimit publik në Prizren dhe në fshatrat e komunës, dhe momentin që nënshkruhet kontrata, ne do të vazhdojmë në të gjitha lagjet e qytetit dhe në gjitha fshatrat ku nuk ka ndriçim, do ta bëjmë ndriçimin që secila lagje dhe secili fshat të ketë ndriçim publik në komunën tonë. Po, me përmirësimin e kohës neve kemi filluar me kontratat që kemi aktive, kontratat e nënshkruara, të gjitha kontratat që kemi ne kemi filluar të punojmë si në Shadrevan dhe gjitha pjesë tjera të qytetit ku ka kontratat e nënshkruara, gjitha lagjet ku janë kontratat e nënshkruara, po me fokus veçantë kemi filluar në Shadrevan për shkak se jemi duke përfunduar sa më shpejt derisa të vinë në diaspora dhe turistët që kemi shumë vizitorë që vizitojnë komunën e Prizrenit dhe Shadrevanin, dhe ne do të kthehemi sa më shpejt që pjesën kryesore të Shadrevanit ta përfundojmë, dhe kemi vazhduar në disa pjesë, jemi duke përfunduar disa pjesë të rrugës dhe pjesë të mbrojtjes të urës të lumit, lumbardit, dhe momentin që i përfundojmë këto do të vazhdojmë edhe në lagje të tjera, në Kaladhe, në pjesë tjera të Shadrevanit, rrugë tjera që janë të papërfunduara. Por gjitha kontratat që janë aktive, që kemi të nënshkruara, kemi filluar të punojmë për shkak se ka filluar përmirësimi i kohës, do të vazhdojmë edhe këtë vit me kontratat që kemi aktive, të i përfundojmë gjitha sipas planit të dinamikës punës që kemi. Liri, me ju në çdo iftar.